أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala në një ajet kuranor ka thonë ju jeni populli më i mirë në këtë ekzistencë dhe në këtë jetë për faktin se ju urdhëroni ka e mira, i ftoni njerëzit në të mirë dhe i mësoni ka punë të khejrit të dobishme e të nevojshme dhe i ndaloni qytetarët dhe shoqëritë nga punë të këqija e të dëmshme e të cilat kanë pasoja pastaj në jetën e njerëzve dhe jeni ndërkohë besimtar. Edhe këtë përshkrim Allah subhanahu wa taala kur ja ka dhënë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe popullit të tij këtë hedije dhe si trashëgimtar të asaj jemi edhe ne. Edhe vazhdojmë rrugën ne, do të thotë të hapërojmë me gjithë sfidat dhe vështirësitë e kohës dhe vendit ku po jetojmë. Mirë po ne do të mundohemi të mbajmë rrugën e vërtet dhe të drejtë të Allah subhanahu wa taala duke i ftuar njerëzit në punë të mira të dobishme, duke i ndaluar prej punëve, sjelljeve dhe veprimeve të këqija dhe duke qenë edhe besimtar. Në një ajet tjetër Allah subhanahu wa taala për këtë grup pastaj ka thonë wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Le të jetë një grup prej jush të cilët merren domethënë me këtë tematik. Për faktin se kjo ajet Allah subhanahu wa taala ka përfshi ummetin, pastaj varësisht prej kohës dhe vendit mund të nënkuptohet se vetëm një grup i vogël janë ata të cilët merren me këtë punë, për faktin se ka pas dhe do të ketë musliman të cilët nuk merren me këtë temë, nuk e kanë hallin për të ftuar dikan në punë të mira e me ndalu nga e keqja, se vetëm është prej atyre i cili bën punë të këqija dhe ndalon nga e mira. Është i devijuar, nuk ka drejtuar, nuk ka udhëzuar si ka shërbien, as mendja të cilën Zoti ja ka dhënë, as sinta as vesht, as qitapi, as pejgamberi, as Allahu, as jeta e përditshme nuk i ka shërbi njeriu. Është në gaflet, është në dalalet. Nuk janë të gjithë. Prandaj zbërthimi i këtij ajeti është ajeti tjetër. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Le të jenë nga ju një grup të cilët ftojnë në punë të mira wa ya'muruna bil ma'ruf dhe udhëzojnë dhe urdhërojnë për punë të mira, wa yanhauna 'anil munkar dhe ndalojnë nga punë të këqija dhe këta ekskluziv, domethënë ky grup i vogël do të jenë nga ata të cilët do të shpëtojnë nesër në botën tjetër. Pjesa e muslimanëve të cilët nuk janë kap për këtë mision, që është musliman edhe besimtar dhe akoma është i devijuar, nuk është drejtuar, nuk është ngrit, nuk përfshihet në këtë miqtë të Allahut subhanahu wa taala. Edhe domethënë historia është dëshmia më e mirë e kësaj, edhe më dhe ne kur jemi në perëndim këtu, domethënë gjithandej ju e dini se ditëve të Bajramit xhamit mbushen full, domethënë edhe disa nga qytetet detirohen të morrin salla të mëdha, mjaft të mëdha, do të thotë për të siguruar një vend për qytetarin shqiptar musliman në perëndim njeri i Bajramit që është. Edhe mbaron Bajrami edhe ditën e mirë, domethënë shihemi në mot në Bajramin tjetër. Ki grup që po them dhe ki grupi tjetër standard që e mban xhamien, kujdeset për xhamien dhe është i pranishëm në xhami, inshallah është prej këtij grupi. Ne kam fjalën ne që kjo pakica që i mikapën dhe ndihmojmë, domethënë dinin e Zotit, familjen, njeriu, i ftojmë ka e mira, ndalojmë nga e keqja, i mbështesim, i inkurajojmë, bëjmë aktivitete, vizita, biseda që ta mbajmë familjen dhe rinien dhe shoqërinë tonë në rrugë të Zotit. Dhe mos jemi ne ndoshta në këtë grup me izin e Allah subhanahu wa taala. Se edhe ne kemi familje dhe punët tona i bëjmë si të tjerët. Përveç asaj, domethënë
frekuentojmë edhe basin islame, xhamien, shoqërien edhe merremi me dinin e Allahut subhanahu wa taala. Tash për ta kuptuar se një grup, që grupi që po them, barra dhe pesha bien mbi këta. Këto janë përgjegjës, këto e kanë marrën këto detyrat e Zotit mbi supe, këto e kanë marrën obligimin për ta organizuar dhe qeverisë shoqërien mbi supe. Pjesa tjetër domethënë nuk ndëgjojnë për bisedat, për planat e tua, ai është atje, rri rahat, ban jetën e vet me familje, shkon vjen, ai nuk do me ndëgju për ti se ekziston, a ne vazhdimisht merremi me ata. Ne domethënë konsultohemi, bisedojmë, planifikojmë për ata. Domethënë jemi një grup që e kemi marrën këtë detyrë dhe planifikojmë. Tash a na ndëgjojnë, as na ndëgjojnë, është tjetër temë. A e vlerësojnë, a nuk e vlerësojnë, a na përgjigjen, a nuk përgjigjen. Ne shumë nuk i kemi lidhë, domethënë sendet para të punë, ne jemi përgjigjen Allah subhanahu wa taala që të merremi me organizimin e shoqërisë. Edhe pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë feja ka filluar si e panjohur dhe e huaj si element në Mekke, kushtimisht po them. Edhe ishte një pejgamber sallallahu taala alaihi wasallam i cili do të ballafaqohej me çdo send, me çdo gjë dhe me të gjithë, pa përjashtim. Çdo gjë ishte në konflikt, prej të besimi, morali, sjellja, politika, ekonomia, tregtia, hajnia, siguria, çdo gjë pejgamberi i Zotit ka pas problem me ata, ti sqaron punë. Dhe ishte një grup njerëzish, të cilët sigurisht ishin njerëz që Zoti i kishte zgjedh. Këto emrat e mëdhej që po themi ne. Edhe pejgamberi alayhis salam në hadithe kur ka folë për sahabët, la tasubbu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudi dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Mos e shani ndonjërin nga shokët e mi, qoftë muhaxhir apo ensar, për faktin se ju sikur do të shpenzoni dhe investoni një kodër mal me ari, nuk do të arrini asnjë çerak as gjysas, nuk e di, të sevapit dhe peshës së tyre, për faktin se ishin me pejgamberin alayhis salam, me misionin e Zotit, dhe ballafaqoheshin ashpër me familjen dhe me rendin shoqëror. Kishin hyrë në luftra dhe betejë, kush e njeh. Pak historinë domethënë fillimin. Dhe pejgamberi alayhis salam me këtë grup, domethënë paralelja kam fjalën ne. Paralelja, le të jetë një grup prej jush të cilët merren me këtë punë. Ai sigur kur kanë vetë pejgamberi alayhis salam, a di kush sprovohet më tepër në jetë ka thonë pejgambert. Pastaj ka thonë ato që i ngjajnë edhe ato që sa më shumë ti ngjajsh pejgamberit alayhis salam në mision e kam fjalën, në veprim, në dave, në atë që të ballafaqohesh me popullatën, si të them, ta kritikojsh rendin shoqëror. A di sa e vështirë është me e kritikuar një rend shoqëror? Kur të ngritën të gjithë në kam. Ta kritikojsh familjen. Tish në luftë me vajza dhe djem, me axhallara, nuk e di, për një dukuri dhe fenomen. Tash sahabët e kishin këtë pozitë për faktin se ka qenën në fillim. Dhe këto e pranonin islamin jo si ne, troç për një herë. Këto për çdo ditë, domethënë vinte një ajet që nënkupton një pjesë e fejes dhe një betejë e re. Prandaj mos i shani ndonjërin nga shokët e pejgamberit alayhis salam, për faktin se kanë qenën tek burimi, tek agimi i ditës, në fillim kur ka qenë dita aty kanë qenë. Dhe i din domethënë zhvillimet ngjarjet prej në Mekë, ai në konflikt me familjen, ka do kapituj në historinë, është mirë me e shfletuar me e pa. Ka historia i ka shkruajtën krejt jetën e vajzave dhe gjemve në Mekë të cilët e pranonin islamin, çfarë beteja kishin me familje. Ka nga ata të cilët e kanë burgos në dhomë djalin, vajzën. Mos të komunikoje me pejgamberin dhe me dinin e Zotit. Të mos e kundërshtoje rendin publik, mos na i prish ashtu demokracinë me këto biseda. Kanë hyrë në luftra, okej. Te ne, kur ka qenë ai rendi i vjetër, kur po vjen tash kjo gjenerata e re që po i nxjerr do modele, edhe baba Haxhi me nonën haxhike, po e humbin betejën. Për shembull, ka qenë ndarësme të papërzira, ndarësme të ndara, dhe pa alkool një kohë. Erdhi një gjenerat, për shembull, një shembull që them. Edhe erdhi një gjenerat djalë i ri dhe vajza e ri përcakton tash modelin se si do me bë
darsmën, e përzirë e zhveshur edhe me alkohol, me muzikë. A be Haxhi Baba dhe Haxhi Nona e hum betejen. Nëse i ke për shembull gjiniën femrore të zhveshur, dhe ti si Haxhi Baba dhe Haxhi Non mundohesh ta udhëzosh, ta ftosh ka e mira, ta ndalosh nga e keqja. A e ki fetu betejen? Këto janë personale, familjare, individuale. Nuk po të flas që ti ke problem me ndaluar martesën e gjinive. Opinioni publik, që ka thonë Zoti jeni më të mirë për faktin se ndaloni të keqen dhe ftoni nga e mira, ose nëse nuk ja dilni të gjithë atëherë le të jetë një grup. Ama kush është ai grup tash? Unë në fillim a thash mos jemi ne. Ama çka amenja, a jemi ne as jemi? Le të jetë një grup prej jush, të cilët e ndalojnë të keqen dhe ftojnë nga e mira. A e ki ndalu të keqen në shtëpi apo të vet dikush? Sigur ai hoxha një alim i madh, alim shumë i madh i kohës moderne, rahimahullah, imam, komentator, mufessir, në një shtet aty dhe të shku në xhumë kur ka hi aty në ligjërat, që siguron. Bismillahirrahmanirrahim, është një histori aty thotë ligjërata e xhumojës, më e shkurta në historinë islame. Thot popullat, qytetarëve aty, to ardh rrugës thot unë pash plot harame. Kushtimisht, raki, zino, ku ta di unë kumore, vajzat të zhveshura në botë islame. Thot me siguri ato janë vajzat e juve. Çka bani thot ju këtu? Allah i thot po doni me vashtrua. Edhe alhamdulillah rabbil alamin. Pejgamberi alayhis salam dhe sahabët e tij për rreth kishin hyrë në luftë me opinionin publik dhe me familjet. Le të urdhëron dikush ka e mira dhe ta ndalë të keqen. A ki urdhëru ka e mira? A ki ndalu nga e keqen? Është një hadith tjetër që e shpjegon kategorien dhe hapët pedagogik se si ndalët e keqja. Ka thonë një herë me fjalë, me sqarime, me spjegime, apo me lutje, me kërcënime, propozime, sugjerime, dyhur me dorë, tak duhet me e kapën. Stop. Po jo s'po du mu buj keq. Me kanë s'po du mu buj keq. A me Allahun e kim fjallën s'po du mu buj keq, a me qytetarët. Po jo me qytetarët, se me Allahun subhanahu wa taala nuk ka problem. Hajde ndalet, tash të shohim familje. Pejgamberi alayhis salam ka thonë më i miri shekull në aspektin e vlerave të shekame, të fesë. Fjalën ka thonë shekullim, domethënë është fjala për sahabët, gjithnjë po them, që e kanë mbështetën dinin e Allah subhanahu wa taala, pastaj ata që vinë. Pastaj ka thonë, mas meje do të vinë kohëra dhe ditë të vështira, të cilat kërkojnë durim dhe rezistencë. Tash ta shohim na që jemi, a që tu, në analizë. As-sabru fihin mithlu al-qabdi ala al-jamr, ka thonën në ato ditë, do të thotë të vështira që do të vinë, durimi dhe qëndrimi në rrugën e drejtë dhe të vërtetë të Zotit, kostën e ka shumë të lartë. Duhesh me hinë konflikt me familjen, me gruje, me non, bab, gruaja, me këtë botën, mbetesh i vetmuar. Me çdo mend që i ke, me çkëtë besim me kanë fjalën. A besukur Yunusi alayhis salam. Tash aty të kuptoni se këtu çka ka thonë pejgamberi, do të vinë kohëra me qenë fetar, kërkon durim dhe rezistencë. Ka thonën, çmimi është sukur me mbajtën prushin në dorë. Çfarë është e vështirë me qenë fetar në kohëra? Sot kushtimisht po them. Se nuk ndjon as gruaja as vajza, mos folit për opinionin publik, më e kam lënë. Për opinion publik na s'kemi kapacitet, s'kemi tërnak, duhesh me qenë shtet, qeveri, institucione, basi islame, media, gazeta, ku ta di, fondacione, na jemi punë private vëllai mirë. Na kemi problem privat tash, me publik që s'po merrem. Kostoja e të qenurit fetar do të jetë e vështirë sa me majt prushin në dorë. Ka thonë, po si është e mundur kjo, si ndodh? Ka thonën, ai që ja del në ato kohëra do ta kesh problemin e 50 sahabëve, që thash pak më herët mos i shohni sahabët e shumë njerëzit më të mirë janë të kohës time. Tash domethënë durimi në këtë rrugë të avancon, të jesh sa 50 herë Abu Bekri në shpërblim. 50 herë sa Hazreti Omeri, radhiyallahu ta'ala, 50 herë
sa Hazreti Alia, karramallahu wajhahu, të cilët thash në fillim, do më thonë kanë pa të zirin e ullirit, të u hangër me popullatën ti ke 50 saj. Po normal e ke 50 se kam problem, unë në shpi kam problem. Në sokak kam problem, në mahal kam problem. Që bes po të ndëgjon kërkush, këtu e kam fjallën. Apo e thuti dhe një fjallë, dhe një propozim, dhe një mendim, atje këtu tje din prej Koranit, prej sunetit, prej babës, prej nanës, prej shoqërisë, tradita, kultura, mentalitet, apo të ndëgjon dikush, jo. Po edhe më tepër, sa kushton do më thonë me qenën fetar në një kohë? Aq duhet që kërkon sabër, që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Merrni me mend, shpesh herë kam përmendur edhe futeni në kokë dhe bani analizë. Njëri ndër pejgamberët e Zotit e ka humbën durimin Yunusi alayhis salam. Nuk është hajgare. Nuk shkon me dikur. Pejgamberi i Zotit e ka humbë durimin. Bota e mençur ka thonë edhe durimi ka kufi. Duron dikur harxhohet. Edhe Yunusi alayhis salam teshat edhe ka hik prej popullit. Pse është kategoria ndalume e pejgamberi me hik prej popullit është haram. Të hiki unë e anormal. Nuk shkon, ka hik. Pastaj Allah subhanahu wa taala e rikthen. Do të vinë kohra dojnë shumë rezistencë dhe durim. Do më thonë në këtë paralelën, po them, sahabëja, ne. Ato ishin në fillim, ne këtu. Ato ishin, do më thonë, me ato procese, ne nëse arrim të mbajmë këtë rrugë, deri sa na i kalon Zoti i frymën, ne do të jemi 50 herë e njonit prej atyre, do më thonë, në shpërblim. Ama mos e harroni fjalën don durim. Ta shohim tash a ke durim. Ja. Mathalu ummati, mathalu al-matari la yudra awwaluhu khair am akhiruhu. Këtu është një hadith me shpresë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë në ummeti im është sikur shiu, i cili bjen një orë. Ka thonë shiut nuk i dihet a fillimi është i bereqetshëm a mbarimi. Se mundet me anis me ra në fillim breshën, kokra. A keni pa kënë e shpesher kur bëshi, janis pak me kokra e me shi, edhe kur e mund shivi, bëhat i bereqetshëm. Ka njëherë janis shi rahat, në fund kur që janis e breshën një 5 minuta dhe e merë të gjithë. Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë, ummeti im është sikur shiu, nuk dihet ku është hajri në fillim, atë ne në mbarim. Tash në fillim mbarim ka kushte vëllai mirë, sharte. Bani sabër, ftoni nga e mira, ndaloni njerëzit nga e keqja, jeni besimtar, adhuroni Zotin, marrohuni, mendoni, meditoni, gjonën një mënirë që të udhëzoheni, sikur që bëhe gjonë qertë, kur bëjnë ndëgjon atje në përvende publikime sociale atje këtu. E pash këta, kesh në Turkije ndëgjove e zonin apo musliman ati, kesh me një vend për shumë në botën islame në tregti, e takova një vajzë, e takova një gjallë, e takova një profesion, në kojti unë, apo musliman, ka gjetë diçka, apo musliman. A njoni kur të regoj ka apo musliman, prej rasteve ma banale kushtimisht, të shkova në Egjipt, varfëria e madhe, qytetarët të ishin të lumtur, të kënaqur. Ma tepër i kalon përshtypja i gjalli në Egjipt, Afrikë, shtetet e varfëra, këto fëmijë punojnë këtu në Perëndim e dinë janë ndaluar. Edhe na kemi punuar, si sklever kur kemi qenë. Në botën arabe, çdo shtëpi të dera rrinë shërbej një blejnë aty në, e ka pa djalin aty, që i kalon përshtypja ka pranuar Islamin. Ma thjesht. Ma e kam fjalën edhe ti, duhesh me gjetë një rrugë, një mënyrë, një arsye, një motiv për ta besuar në Allah subhanahu wa ta'ala. Qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Dhe më pejgamberi alayhis salam në hadith ndër sahabë ka thonë, dhe më pas do të vinë një popull i cili do të më besojnë mua dhe do të ndjekin sunetin tim. Do ta gjallërojnë dhe jetësojnë edhe në Bremen të Gjermanisë. Edhe jetojnë sipas standardeve të pejgamberit të Zotit. Do të vinë mas me njerëz që më besojnë, nuk më kanë pa. Ata do ta kenë shpërblimin disa herë të njërit prej juve që rrini këtu, do më thonë fizikisht me pejgamberin e Allahut. Na jemi te pa që janë vështirë. Na jemi te pa që janë rënd. Na jemi te pa që është ngandalsu procesi. Ne jemi të vetëdijshëm se nuk kemi përkrahje. Se që këtu a jetë një grup, këtu flitet për një grup.
Se shpesh po e ndërlidhi me atë në për biseda, çat tash kur isha, domethënë në Zvicër gjatë Ramazanit. More ti për shembull është një basi islame në mesin e qindra mira qytetarëve të vendeve tona, në xhami ke 100, 200, maksimum 300 është numri ideal i basive islame në perëndim. Si e kupton ti këtë? Le të jetë një grup prej jush, gjithë të të merren me këtë temë deri të të prishën nervat. Se e fton, e viziton, e informon, nuk e di, s'do me të ndëgjuën. S'ka dash me ndëgju pejgamberin e Zotit, aje, unë qartë e kam, okej, çështona të tjera. Bani sabër, se është e ronë, sukur me majtë prushin, ose therrja si që ka therrë një Rusi a.s. Këtu nuk ka logjik, këtu s'ka matematik, as nuk ka rrugdalje, çështu si dush e mban, sikur që e kanë mbajtën baballarët e tonë ato trojë, te mendon se këtë kanë qenë. Po gjithnjë ka qenë hoxha xhamia me një grup njerëzish për rreth. Gjithmonë kanë qenë. Edhe një pejgamber i Zotit me 10 muhaxhir dhe 10 ensar e kanë prunë dinin në brevend. Nuk ka, ditën e mirë. Pejgamberi alayhis salam hadith ka thonë në Islami ka filluar si një fenomen i huaj në Mekë, mushrik, 360 zotra, zhveshja, moralitet, martesa gjinive kujt diu në rambum, ka ardhur Islami i panjohur, po çka kjo? Monoteizmi, besimi në Zot, respekti, marrja, dashuria, kujt di, okay, ka fillu i panjohur. Dhe do të kthehet i huaj dhe i panjohur, ka me arë puna nga dal, kur ta shofe nanën me shami, vajza i vën bet. Nuk kemi të folë për të një gjenerat, për shembull një 10 gjenerata të zhveshura, ka ardhur 11 të parastru pyetje, ka të drejtë. Se 10 gjenerata kanë kaluar zhveshur se di. Nona është mbuluar, çikës i vën çudi. Pse baba falet dhe agjeron djali habitët. Çka të bëj ki njeri? Prindi i shkon në xhami, ku ta di unë? Ai habitët, çka më të bëj ki? Ati për ati live, ala ki konflikti mes gjeneratave në familje këtu. Islami ka filluar i huaj, i panjohur. Do të kthehet i panjohur. Shkaku i dështimit këtu. Le të jetë një grup prej juve, të bëjnë rezistencë, ta kuptoje se çështu s'ka këtu logjike matematik. Jo se jo, therrja si filoni. Ka fillu i panjohur, do të rikthehet i panjohur. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, lumt ata që jetojnë në një mjedis të panjohur, i panjohur për mua. Çka kjo sjellje? Çka kjo agjerim? Çka kjo madhërim i Zotit? Na këtu e kemi zaventzuar Zotin, që ku i kje parët, që Zoti, që ku a shejtoni, që ku a kushtetuta, partia politike, ngjira, filozofia, çfarë Zoti ka ke daltik me këto ideja, marrja, hatri, pika jebe ti kështu me këto sjellje, pika vjen. Ka qenë i huaj. Do të rikthehet i huaj dhe të lumt ata që nuk kanë, domethënë, kontakt, komunikim me mjedisin dhe ambientin, domethënë, s'du mu përzi me juve, du me nejt i pastërt me Zotin deri në frymën e fundit. Ama ti e, shka be kjo mbulesë këtu? Shka i vesh? E keni po ato atjetër në përkomente. Jo Mekra, jo Shamia, jo Xhamia, jo Arabia, këtë përzime hipokrit, munafik, mushrik, kafir, i ult. As në perëndim nuk e ke ato. Te ne. Paragjikime, urrejtje, vjell, katran. Nuk i ban përshtypja ajo, për shembull se o xhallarët e kanë mbajtën atë dheun, e vatonin, e kanë financu parti politike, operacione, martese, ndërtese, finance, zeqate, fitre, luftre, shkolle, ja. Kush je ti? Me namaz, Zot, monoteizëm, moral, fe, tërbije, marre, arabi. Ja. Kush janë këta, edhe ma tu tjetash, thello, deri të mbetesh i vetëm, të shohim tja njëv Zot, dhe tja beson në botën tjetër, që me veprimin që e ban në jetë,
Ti e ndërton botën ku ti beson se shkon nesër. Pa kush janë ki grup në fillim që po them? Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Alladhina yuslihuna idha afsadu." Ai grup janë e ndërtojnë, e rregullojnë, e ndreqin, e përmisojnë atë që e kanë prishën shoqëria. Çka kanë prish shoqëria? Veshjen. E ka prish dikush, janë zhvesh. Ki grupi që ka thonë pejgamberi Allahu në Kur'an, le të jetë një grup prej jush që merret me këtë temë. Tash ki grupi pejgamberi ka thonë, këto e rregullojnë atë që e kanë prishën të tjerët. I kanë zhvesh femrat dikush. Tash ne çka bojmë? Na merremi me këtë temë, që themi se marrë është mu zhvesh, është haram, Zoti e ka ndalu, është amoralitet, është sjellje popujve, s'po di çka them, s'ka si popullin ndonjë. Zhveshja s'ka qenë vlerë, as nuk ka lidhje me integrimin, as nuk ka lidhje, as një fsha kontakti me emancipimin janë kulturë, sjellje, vetdije, ndërgjegjësim. Kush janë ai grup që merr me këtë punë? Po çeve vjedhin popullata në kandar, ne duhet më u fol. Moni se janë marrë. Bojnë darsma të zhveshurat për thirrë me raki, ne duhet më thonë moni se janë marrë. Nuk falen, ne duhet thonë faluni se s'ban. A be kes trajton kujshien, babën, nonën, grujën, ne duhet më i fol. Kush janë ai grup në Kur'an? Ata të cilët përmisojnë dhe ndërtojnë atë që dikush e ka prish. Vën vjedh, hoxha, ministri, basia islame, qeveria, pushteti, në emra të ndryshme, me nënshkrim, ku e dijat, përqindje, më thash, ama ato vedh. Na do të me përmisuon, me ndalën kesh përdorimin e detirës, dhe me ndalën kesh përdorimin e financave dhe parave, të qytetarëve, që ja grup. Ate që e kanë prishën njerëzit në një hadith. Në një hadith tjetër ka thonën, alladhina yuslihuna ma afsada an-nas. Këto ka thonë, ate që e kanë prish. Në një hadith tjetër, nëse do më thonë, diçka fillon të prishet në start, duhesh me igran, me rujtën, procesin, ja, pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë, ne shpejtoni me do veprat mira të hajrit në këtë dunjë, se kanë me ardhën do sprova, vështirësi, probleme, kanë me qenën si rrësirat e natës njëra pas tjetrës. Allah pa dalë të e trajtu një problem, sa të krijohet një shpres në horizont, se mas një 10 vete do zgjidhë këtë problem, kur ta shifsh ka ardhur tjetra. Nuk të lënë rast ta mbarojmë një kapitull ta trajtoj tjetrën. Hopni probleme, kanë me qenë si rrësirat e natës. Në fushën e besimit dhe moralit, po flas. Ka thonën, njeriu zgjohet mëngjes besimtar, shnosh e rahat, bjen me flet qafir. Apo deri në akşam bëhesh qafir. Se që të uzinoja rakia, kumorja, pushteti, interesi, parja, materializmi, ajo kjo, edhe hop dikun ullësh, dita e gatënsh, ullësh dikun, që interesi i madh. A pan ti për shembull me hek mekrën, po sunet, po heke me mekrën, se qështu është një interes, okej. A pan ti me shplu grujen, po jo bezban se është tradite, që besim se ka, okej, që ma që besim tradit. Ama nuk lejohet standardi, nivelli këto, për shef elite, deshe grujen, mere që këtë pozit, deshe grujen, banë e ata këta, kur të bish me fletën, a ka zot, s'ka pas as njëherë. Be, qosh besimtar, be me fletë shka. Ti, a i qetëri ka thonën, bjen qafir, kur qohet mëngjes është besimtar se e ka taku dikan, e ka një zonin, e ka pa kuronin. Ja. Ka thonën, që kjo, këtu në vazhdim ka thonë, njani prej juve, në ato kohëra të vështira, e shet fejen për një interes të ult të dunjojës. Që këtë tema në vejti këto, veç të për e them, pastaj të një ditë si të na jape Zoti fate a fat, do të zbërthejmë. Njerëzit e shesin fejen për një interes të ult, për 5 banka. E kanë shit, janë të shit dhe do të shesin. Për që të vënë varët, sa i shef. Nuk do të bëhet kiamet deri sa të dalin ashiqare publikisht dhe në sipërfaqe pislëqe dhe amoraliteti dhe zinoja. Dhe do të ndërpriten raportat ndërvëllëzrore me motër e vlla Axha Ajki, shpilt ka një role, dhe do të ketë kojshillëk të keq. Problem. Ma zone ta zona më thave, thash,
nuk të respekton, nuk nderon e provokon kushien. Okej. Dhe do të besohet tradhtari dhe do të tradhtohet i besueshmi. Po menoj tradhtarit i besojnë e bojnë mifti. Tradhtarin e bojnë rejs ulema. Abe e bojnë mbret, kryetar partije. Tradhtarin. Njeri që ja besnik, nuk ja besojnë asë një punë. Tradhtari e. Për që më thëtë do të mbetesh i vetë mu. More jam të e folë të vërtetën, tradhtari e ditën e mirë. Unë jam i besueshëm. Tradhtari e ditën e mirë. Deri sa të vene kjo punë, a ka ardhë, mund të bisedojmë të në, nuk e di. Ka thonë, po si ashtë në atë, që ka bëhot? Imi të folë për sprova, rruga, sabër, me mbajt rrimën, do më thonë, dorë, prushin. Ka thonë, a di shka ka, këtë të sprova, vetëm besimtarët i kualifikojnë edhe më tepër, ka thonë, sukur arin me mor me shtin zjarë. Kur të nxjerrësh? Ala maj sarit, maj pastërt, besimtari, nuk dorëzohet, nuk gjunjëzohet, ai ka karakter dhe moral, ai ka kontakt me krijuesin e fenomenave dhe ligjeve. Sa ma shumë të më sprovoj se më ngarkon, vetëm kualifikohem dhe pastrohem e ngritëm. Që kjo është, ama tonë sa bërë, do është me ditë, ka me të kushtuon, nuk ka me qenën bashelet. Edhe pejgamberi alayhis salam për fund tash atje t'ja therrim si Junusi që po them. Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë për këtë këto tash procese në të cilat ne pjesërisht jetojmë, ka thonën besimtari i cili përzihet me popull dhe e man kontaktin social. Është më i mirë, më i dashur dhe më i kualifikuar se një besimtar i cili e humb durimin dhe largohet prej popullit dhe ndërpret komunikimin social për t'i rujt vlerat. Ka një logjik, ka një arsye, ka një justifikim, është një hadith tjetër. Ka me ardhur kohë pejgamberi ka thonë me vlera dhe imanin merr shkon mal si dush me jetu. Këtu në qytet ditën e mirë, këtu ka kazino, zino, cullaka, vjedhje, rrena, vrasje, kilera, këtu ka interesa, këtu s'ka fe. Merr fe janë hes mal. Ai hadithi. Këtu ka thonë pejgamberi alayhis salam. Besimtari që komunikon dhe duron, reziston, ban sabër amoralitetit, devijimit dhe arrogancës së qytetarëve. Është më i dashur te Zoti dhe më i avancuar se ai i cili hik për ta ruajtur dinin e Allahut subhanahu wa taala walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.